Suksesi i diellës shqiptare ka mbërritur në Kinë aty ku po bëhen përpjekje për të përdorur inteligjencën artificiale në tenderet dhe ofertat publike, për të mbrojtur nga marrëveshjet e fshehta dhe korrupsioni. Udhëzimet u publikuan më 10 shkurt, pikërisht në kohën kur spastrimi disa vjeçar i korrupsionit nga presidenti i Kinës intensifikohet. Komisioni Kombëtar i Zhvillimit dhe Reformës i Kinës dhe 7 agjenci të tjera thanë se mjetet e përmirësuara nga inteligjenca artificiale duhet të përdoren për të identifikuar parregullsitë në dokumentet e tenderëve dhe ofertave, për të mbikëqyrur vendimet e komiteteve të shqyrtimit dhe për të pasur aftësi arsyetimi të ngjashme me njeriun për të gjeneruar rekomandime. Sistemet duhet të gërmojnë për të gjetur të dhëna për manipulim të dyshuar të ofertave dhe të ofrojnë një referencë për autoritetet përkatëse që zbatojnë disiplinën dhe ligjet, thanë ata. Një organ mbikëqyrës kundër korrupsionit në provincën Zhejiang arrestoi një administrator të aseteve shtetërore në janar 2025, pasi inteligjenca artificiale sinjalizoi shkelje të mundshme në disa procese tenderimi për projekte publike, tha transmetuesi shtetëror në një seri dokumentarësh që nxirrnin në pas zyrtarët e korruptuar muajin e kaluar.